Fshati Su, pjesë e njësisë administrative qendër në bashkinë Libuhov, është një ndër vendbanimet e vjetra të zonës. I njohur për traditën në blegtori, bujqësi dhe frutikultur, Suha ka qenë dikur një fshat i madh dhe i gjallëruar. Banorët e vjetër tregojnë se fshati ka pasur një histori të pasur, të dëshmuar nga manastiri dhe kisha që mbartin vlera të rëndësishme kulturore dhe shpirtërore. Nuk ka ndonjë historik që të caktojë datën se kur është krijuar ky fshat, po më të shumë i fshati janë të ardhur. Për shembull kemi lagjen e Vleja, romunët janë aty. Ata janë të ardhur rreth vitit 57. Ndërsa fshatarët pasara kanë qenë autokton të vendit, po pa tokat e tjera, pa gjë, duke qenë se kanë qenë të tëra këto troje dhe fusha ka qenë e agallarëve të Gjirokastrës. Dhe punoni si bush roba atje. Eri u ndrua sistemi, u ndrua të tëra, eri kooperativa, më vonë eri demokracia, unë da toka u shëdhën fshatarëve. Kisha është rindërtuar prap, se u do gjatë luftës, po ka qenë ndërtuar që shpejt, që se kur qenë banorët. Ajo kisha ati. Edhe ajo kisha ati për teja që janë varezat e fshatit. I ershëm është, fshati i ershëm, pleqet, thoshin pleqet, që Sua, do më thënë, është vend me ujë, thoshin. Pandaj kanë vënë edhe emrin Su, që kemi dëgjuar në pleqet e parë neve, se ne jemi moshe e vogël në Karshia dure. Atje të kështë aji mesori që i thëmë ne, atje ka qenë manastir e madhë. Po tani në kone, pas në lutra tëra u prish. Vitet e mëparshme Sua shquhej për prodhimin e darve dhe perimeve me të cilat furnizonte tregun e Gjirokastrës. Fshati ishte plot jetë dhe ekonomi aktive, ndërsa sot numri i banorëve është reduktuar ndjeshëm. Ata pak banorë që kanë mbetur vazhdojnë të merren me bujqësi dhe blegtori, duke siguruar të ardhura për familjet e tyre dhe duke mbajtur gjallë traditën e punës në tokë. Fal për kushtimit të tyre, fshati nderua një pjesë të frymës së dikurshme. Fshati këtu ka qenë bujqësi dhe blegtori. Për në atë kone e sistemit komunist, që ishim kooperativë bujqësore, tani janë larguar. Unë kam 3 fëmijë. Një kam në Athinë, 2 kam në zonën e Korinthit. Me bujqësi këtu, përjashtoj një djalë këtej në fshati, që ka bërë një pemtaria të poshtë, ju fut punës që shpejt dhe këtu është me gjithë gruan ai. Me blegtori është këtë djali këtu që ka bërë stallën ati dhe është dhe një teatr, një fshatar teatr, dhe kjo është jeta në fshat. Dhe këta që e mbajnë këtë blegtori, e mbajnë që s'kan ku të venë, një dhe dita ruajnë dhe traditën. Do me marrin nga kjo blegtori dhe aqë sa për të jetuar për vete. Blegtoria të tërë kishën blegtori. Edhe neve fisit tonë kishëm në 150 kokë këshu. Masi u erdi pasaj socializmi, u morën, do më thënë, u bë kooperativa dhe këshu u hodhëm në kooperativë të tërë. Tani kanë ngellur, na 100 gjëqen, no 20 kanë ngellur tani. Dhe di nga di pleqë, moshe tret. Na 80, 75, 80, vetëm di janë që i kanë blegtori. Turistë kalojnë edhe kënaqen kur shkojnë këtu, fshati mirë thonë, po neve nuk... do të kesh edhe njerëz që të bëjë edhe një godin. Atje të bëjnë, po të jetë të rinjë, të qenë të rinjë, do bëjnë e godina, do rinë, do bëjnë edhe me kuaj, që të ikin të shpejnë në majtë në malje, të vejnë edhe në Shqipër, në vend të këtia. Me gjithë sfidën e braktisjes, banorët e Suës shohin me optimizëm të ardhmen përmes zhvillimit të agroturizmit. Bukuritë natyrore të zonës dhe produktet bio të kultivuara nga vetë ata përbëjnë një potencial të madh për tërheqjen e vizitorëve. Edhe pse aktualisht mungon një bujtinë për të mirëpritur turistët, interesi për zonën po rritet. Me mbështetjen e dur dhe iniciativat konkrete, Sua mund të rikthehet sërish në një fshat të gjallë, duke ndërthurur traditën me zhvillimin modern.